Në ditën e fundit të fushatës, kandidati i vlenit për kryetar të Çajirit Izet Mexhiti dhe ai i AKI-s Bujar Osmani e përmbyllën duke prezantuar vizionin dhe projektet për zhvillimin e komunës. Mexhiti tha se Çajiri po modernizohet me standarde të reja urbane, gjërsa theksoi se po realizojnë rrugë të reja, ndriçim, kanalizime dhe trotuare të sigurta, përmendje dhe zgjerimin e bulevardit Cvetan Dimov dhe Mithat Frashëri. Po ndërtojmë shkollën e re për fëmijët me nevoja të veçanta dhe qendrën ditore edhe ti i rëndësishëm për integrimin dhe për kujdesin e tyre. Do të adaptojmë hapësirat publike me rampa, ndriçim dhe sinjalistik universale që çdo qytetar të ndihet i lirë dhe i barabartë. Në qendër të këtij vizioni arsimor është kampusi universitar Nën Tereza, një investim historik për 40 milion eurosh që do të shndrojë Çajirin në qendër të arsimit të lartë në vend. Kandidati i AKI-s Osmani tha se në 100 ditët e para, Çajirin do e bëjnë komunën më të pastër në qytetin e Shkupit, teksa shtoi se pas zgjedhjeve në Çajir do të ndodhej një tërmet ndryshimesh. Osmani kërkoi mbështetjen e qytetarëve dhe premtoi që zëri i tyre do të dëgjohet. Në 100 ditët e para, do të bëjmë rishikim të plotë të ndërtesave pa leje. Dhe premtoi se as 1 centimetër nuk do të ndërtohet më pa leje në Çajir duke mbrojtur qytetarët të cilët kanë qenë pjesë e manipulimit. Pas 19 tetorit, Çajiri do t'i ndodhë një tërmet ndryshimesh që ju i kërkoni çdo ditë. Dhe këto nuk janë premtime për një të ardhme të largët. Këto janë angazhime konkrete që i marr përsipër nëse më jepni besimin tuaj. Gara në Çajir shihet si një ndër më të ashprat për dy kampet shqiptare, Vlen dhe AKI, ku po masin forcat dy ish bashkëpartiakët e dikurshëm në BDI.